Kemi një pyetje rreth nëse ka mundësi. Me përkisot xhamia për rrugët shahi në pushimorë. A është e preferuar diçka apo është ndalueshme? Komendojnë në atë aspektin jashtë namazit. Shikon, fatkeqësisht xhamiat do thotë janë përzi me kafeterit. Disa kafeteri janë të domosdoshme për shkak se xhamati kur vinë çat xhami e shfrytëzojnë edhe rastin me u fal, por edhe rastin me u taku me të tjerat. Kafeterit pastaj nuk janë problem vetvety pse janë afër xhamis. Janë problem kur kalohet ose dilet për kornizave fetare. Se feja islame i rregullon edhe raportet me Allahun, ajo që thuhet rituale fetare, por rregullon edhe jetën e dynjas. Do të tregon ajo që është halal edhe ajo që është haram. Kafeteria me pi çaj dhe kafe, këtu s'ka kur një farë problemi. Kafeteri me lujt disa lodra që janë halal, që nuk luhen me pare, që nuk e harxhojnë këtë kohën nuk prish punë. Ama në kafeteri ku për shembull që është afër xhamis, aty luhet loja me pare, që është komar. Ose zoti mos e boft, konsumohet alkool, se ka dikun që edhe alkohol konsumohet. Ose shohin programet fllitshta do më thonë muzika kumbullon aty, këto janë vepra të ndaluara dhe gabimisht. Shahi si shah, vetvety me lut nuk ka problem fetarisht. Me kushte. Mos mu lut me pare, e dyta mos me ta marr këtë kohën, e treta mos me të largu prej obligimeve që ki ndaj Zotit, ndaj familjes, ndaj vetes, ndaj mësimeve. Luan për shembull në herë në javë gjysmë orë ose një orë s'prish punë, ama me ul me lut 8 orë shah. Edhe mos më ditë më uqu, kjo haram bëhet me automatizëm. Po. Këto janë rregullat e kafeterisë, nëse respektohen s'prish punë, nëse s'respektohen, atëherë ato duhet më nda prej xhamisë me pas menaxhim të vetin.